Serbi-Shqipëri, ndeshje historike dhe mjaft emocionuese ishte për tifozët shqiptar. Mirë për fat të keq, kjo ndeshje ndërprej në minutën e 41 për shkak të incidentit që ndodhe në stadiumin e Beogradit, ku tifozët serb u futën në fushë për të sulmuar lojtarët shqiptar. Sepse në qiellin e hapur në kryeqytetin serb në Beograd, valvitej flamuri kombëtar shqiptar, harta Shqipërisë etnike me dy figurat të njohura shqiptare, Ismail Bey Qemali dhe Isa Boletini. Ky flamur që fluturonte mbi stadiumin e Beogradit iritoi tifozët serb dhe vetë lojtarët, çka do futën në fushë duke i sulmuar lojtarët shqiptar, të cilët mbronin flamurin kombëtar shqiptar që mos të përdhosen nga serbët huligan. Për të shikuar këtë ndeshje madhështore dhe historike në mbështetjen të kombëtarës shqiptare, mbi 2000 tifoz shqiptar nga komuna e Preshevës u mblodhen në stadiumin e qytetit të Preshevës për të shikuar ndeshjen Serbi-Shqipëri në organizimin e tifozëve kuqezi. Ishte një atmosferë e shkëlqyer, i gjithë qyteti ishte veshur kuqezi, ku kishte brohoritje Shqipëri etnike e flamuj kuqezi që mbanin në duar tifozët shqiptar nga Presheva. Edhe pse kjo ndeshje ndërprej dhe pas një rezultat, ekipi ynë i Radio Televizionit Ardi morën me opinionin e tifozëve shqiptar rreth ndeshjes Serbi-Shqipëri. Ishte e qartë se 3 pikët janë tonat, dhe ato janë tonat, nuk mund të na merr askush, se i meritojnë. Ne kemi shkuar atje ti tregojmë se çka është futbolli, dhe sërdhe i tregojmë se çka është loja, ata prap me arrogancë, po fitoria është e jona çdo herë. Sa parë që duket është fenomenale për kombëtarën shqiptare, shpresojmë që të vazhdojmë edhe pjesën e dytë dhe të arrijmë suksesin me një fitore të madhe për gjithë Shqipërinë etnike. Sa i përket këtij aksidentit, na i treguam Serbisë që nuk na lën nga hymet poshtë, po ne u lishuam nga ana e Zotit prej nalt me një flamur kombëtar i cili tregoi se jemi një Shqipëri etnike dhe kudo që shkojnë ka shqiptar. Pjesa e parë ishte shumë e mirë, patëm shumë raste, por edhe pse i humbëm ata, mendoj se ajo sjellja e lojtarëve serbë ishte sjellje jo profesionale. Ishte jo profesionale dhe do fitojmë, po mos shumë në tavolinë do marrim 3-0. Po incidenti? Incidenti ishte sjellje jo profesionale, nisin nga tifozët ashtu edhe nga lojtarët. Lojtarë që janë të klasit botëror. Si po ndihesh si tifoz ti i Luginës këtu? Si tifoz i Luginës po ndihem shumë mirë dhe me gjithë këtë përkrahje këtyre shqiptarëve tonë. Sa për pjesën e parë dhe bota edhe aty edhe vetë që dul Shqipja me 2 krena dhe jena ma të mirë, ma të fortë, shqiptarë s'ka me shqiptarë, Allah. Shqiptarë nga ma të fortë vinë dhe ka dhun respektin se do me thonë mësë me aprek as Flamuni, se jena ma të fortë, na jena Shqipe, se do me na aprek as që jena dollë shake, na jena Shqike të gjakë, Allah. Besoni fitore? Shumë, 100%, 100%. Hajde Shqipëri! Pjesën e parë lojtarët e shqipeve kanë luajtur aq bukur sa të gjithë trevat shqiptare kudo që gjenden në globin që unë e quaj shqiptar janë të kënaqur, ndërsa me problemin që krijojnë serbët ne nuk kemi të habitur se ata gjithmonë kanë krijuar probleme në troje shqiptare. Ata gjithmonë kanë qenë ndacak, të cilët ju kanë frikuar shqiptarëve, edhe sot po shihet në stadiumin në Beograd atje se po i frikohen vetëm lojtarëve të cilët janë prezente, të cilët nuk ka tifoz tjerë shqiptar, i frikohen me një frikë marramendse sa që tentojnë të grushtojnë lojtarët trimat e shqipeve tona. Emocionet sa shkonën e rriteshin, tifozët shqiptar pas mbylljes së kësaj ndeshje, ata të buar dhe disa me vetura, marshuan nëpër rrugët e qytetit të Preshevës me brohoritje të forta dhe me këngë patriotike, po shtruan e gjithë Preshevën me flamuj kuqezin.
ndeshje Serbi-Shqipëri në të gjitha trojë shqiptare organizuar në mënyra të ndryshme nga tifozët kuqezin.